Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani ka nisur para anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë leximin e raportit vjetor të punës së bërë nga ky institucion gjatë vitit 2024. Ai thotë se për vitin që lan pas, 33 zyrtarë të lartë janë vënë në hetim dhe për 10 funksionarë të lartë ka pasur vendime të formës së prerë. 33 zyrtarë të lartë në hetim, 2 prej tyre edhe në çështje të ndryshme. Hetimi ka treguar se korrupsioni zhvillohet përmes skemave të sofistikuara të ngritura nga zyrtarët të lartë. Dumani thekson se vlera e pasurive të sekuestruara arrin në 27 milion euro, ndërsa i atyre të konfiskuara 36 milion euro. Kreu i SPAK-ut e cilëson të suksesshme punën e këtij institucioni gjatë vitit që lan pas, pavarësisht sfidave të hasura gjatë rrugës. Sipas tij, krahasuar me një vit më parë, kallëzimet në SPAK nga qytetarët kanë pësuar një rritje të theksuar. Brenda vitit 2024, KLP plotësoi SPAK-un me 20 prokuror. Pavarësisht sfidave me të cilat jemi përballur, ne nuk e kemi ndalur punën. Kemi pasur arritje pozitive në 2024. Rezultatet janë fryti punës sonë në ekip. Motivi i përditshëm ka qenë edhe besimi i qytetarëve. Krahasuar me vitin paraardhës, kemi 36% më shumë hetime të kallëzimeve të bëra nga qytetarët. SPAK ka rol aktiv për autoritetet e huaja, nuk jemi më vetëm pritës, por edhe ndihmues për agjencitë partnere. SPAK ka intensifikuar bashkëpunimin me rajonin. Kemi punuar me Greqinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Malinezi. Po punohet edhe me Serbinë me qëllim rritjen e kontakteve, thotë ndër të tjera Dumani. Të pranishëm në këtë raportim janë edhe përfaqësues të OBDAT dhe përfaqësues nga Ambasada Amerikane në Tiranë.